Në letrën që zëvendës kryeministri në detyrë Besnik Bislimi e publikoi të martën, Bashkimi Evropian njoftoi përheqjen e mëtejme të disa prej masave e jo shumicës së masave, siç shkroi ai. Letra dhe tabela e bashkëngjitur përmend vetëm 4 projekte kyçe të liruara në vlerë të përgjithshme 34.6 milion euro. Edhe pse tha se nuk bëhet fjalë për projektet më të mëdha dhe shtoi se shumica e masave mbesin në fuqi, drejtori në Polkon, Fitim Mulolli, e vlerësoi lajm të mirë njoftimin e BE-s. Vlera e domit vetëm në vitin 2024 ka qenë afër 600 milion euro, do thotë që kanë qenë mungesë tek ne. Vetëm disa projekte konkrete të cilat janë numëruar kanë qenë 290 milion. Të sakta. Për shembull, unë di vetëm në komunë të Prishtinës kanë qenë diku rreth 51 milion për projekte të bllokuara si pasojë e masave ndaj qeverisë Kosovës. Sido që të jetë, është një hap i mirë. Projekti më i madh ish bllokuar është ai në vlerë 17.6 milion euro për dyfishimin e kapacitetit të ngrohjes në Prishtinë, duke e mirëpritur krijimin e kushteve për vazhdimin e projektit që mundëson kyçjen e rreth 20.000 apartamenteve në rrjet. Ish drejtori i Termokosit, Fisnik Osmani, tregoi ndikimin e masave. Konsideroj që gjitha këto vonesa do të kenin pas 2 vjeçar, sikur mos kishte qenë pengesa e masave të Bashkimit Evropian, unë jam i bindur që sot do ta kishim ndoshta edhe kontratën e nënshkruar dhe fillimin e disa punimeve qoftë në pjesën që lidh termocentralin Kosova B me Termokosin, qoftë prej Termokosit në pjesën e shtrirjes në qytet. Po sido që të jetë, lajmi i mirë. Në maj të këtij viti, Bashkimi Evropian njoftoi se ka nisur heqjen graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat ish përfaqësuesi i lartë Josep Borrell i kishte quajtur sanksione. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur në qershor të vitit 2023.